Rusia ka humbur më shumë se 155.000 ushtarë në luftën kundër Ukrainës. Këto të dhëna janë bërë publike nga BBC në bashkëpunim me faqen ruse investigative Mediazona, ku sipas raportit 44% ishin burra në moshën 45 deri në 55 vjeç. Sipas dëshmimeve të afërmve të viktimave, shumica ushtarëve që nënshkruan kontrata pas vitit 2022 e bën këtë vullnetarisht, ndonse pati edhe raste shtrëngimi. Sipas vlerësimeve të Mediazonës dhe BBC, numri real të vdekurve mund të jetë shumë i lartë, duke u nisur nga 239.000 deri në 345.000 viktima, ndërsa disa media perëndimore flasin për rreth 1.3 milion viktima përfshirë të plagosurit. Përsa i përket informacionit zyrtar, autoritetet ruse kanë kufizuar publikimin e të dhënave mbi humbjet ushtarake dhe i mbajnë ato si sekrete shtetërore. Informacioni i fundit i njohur u bë publik në shtator të vitit 2022, kur Moska pranoi se në total në radhët e ushtarëve ishin shkaktuar 5.937 viktima. Mediazona cilësohet nga autoritetet ruse si një agent i huaj.